Edi Rama hodhi dje në publik idenë e ndryshimit të kushtetutës. Ide kjo që ka qarkulluar prej kohësh, por kreu i qeverisë duket se tani do të testojë opinionin publik. Rama u kujdes të shprehë se qëllimi do të jetë për të rrudhur numrin e deputetëve, por me atë rast mund të shihen edhe elemente të tjerë. Kështu që duhet ngritur një grup që pastaj të hapë një proces. Natyrisht është shumë më tepër se sa një reformë zgjedhore apo një reformë administrative territoriale. Kështu që kërkon shumë më tepër hapësirë, angazhim, burime e të tjera. Duhet nisur kjo punë. Ambicia jon duhet të jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese, tha Rama dje. Por që të ndryshohet kushtetuta, duhet padyshim vota e opozitës. Rama ka vetëm 83 mandate dhe sa do të përpiqet nuk i bën dot 84 vota. Por edhe sikur të arrijë, ndryshimet kushtetuese mund të kalojnë pa konsensus të gjerë. Mirë po sa herë që përmendet kushtetuta, mendja të shkon tek viti 2008, aty ku u bë pazari i madh Rama Berisha dhe ne e vuajmë ende sot pasojat. Sot Berisha u pyet nëse do të bashkëpunojë me Edi Ramën, por teksa lideri i PD vijon flet për qeveri teknike dhe se nuk ka pazar me Ramën, realiteti është ndryshe. Sipas informacioneve, socialistët dhe demokratët kanë arritur një dakordsi paraprake për reformën territoriale, ndonse ka ngecur procesi pas përplasjeve për avokatin e popullit. Ndonse PS gjithmonë ka mbështetur idenë për të reduktuar numrin e bashkive në vend. Palët kanë gjetur dakordsinë për të rritur numrin e tyre nga 61, që janë aktualisht në mbi 90 të tilla, por me kompetenca më të cunguara. Sipas kësaj dakordsie paraprake, socialistët kanë pranuar rritjen e numrit të bashkive me kushtin që ata do të kenë kompetenca për të reduktuar fokusuar vetëm te çështjet e administrimit të qytetit, ndërsa kompetencat e mëdha do t'i kalojnë qarqeve, të cilat mund të ndryshojnë emër, me opsion që do të quhen superbashki. Qarqet sipas propozimit do të drejtohen nga të zgjedhur vendor, të cilët do të kenë kompetencë jo vetëm financat e territorit që do të administrojnë, por edhe politikat dhe strategjitë e zhvillimit. Kryetarët dhe Këshilli i Qarkut do të duhet të zgjidhen direkt nga qytetarët me votë. Nga ana tjetër, PS pritet të bëjë lëshime edhe të kodit zgjedhor dhe të gjitha këto në këmbim të votës së PD-s për të ndërhyrë te kushtetuta. Ko më parë edhe vet Berisha ka sinjalizuar se është dakord që të rrudhet të numrit deputetëve, ndonse ka hedhur idenë e krijimit të 2 dhomave. Pra duket se pazari i parë është që Rama Berisha të ruajnë status quo-n dhe të zhdukin partitë e vogla, por teksa plani i parë është reforma zgjedhore, frika është se mund të preket drejtësia. Padyshim nëse ndërhyhet në kushtetutë do të preken të gjitha nenet që mendohet se duhet të ndryshohen përtej numrit të deputetëve. Pasi ndërhyrjet në kushtetutë nuk mund të bëhen përdit. Frika është se Rama dhe Berisha mund të tentojnë të prekin nenet e reformës në drejtësi dhe veçanërisht SPAK, pse jo edhe për të rrudhur kompetencat e këtij të fundit. Pazari tjetër i madh do të jetë me kodin penal, ku ka sinjale se mund të kemi dekriminalizim të shpërdorimit të detyrës. Pra e sigurt është se deri përpara zgjedhjes së Endri Shabanit avokat populli, palët kanë negociuar dhe kanë arritur disa marrëveshje. Ndërkohë dje doli Rama dhe foli për ndryshime kushtetuese, pa pasur votat. Nga ana tjetër drejtësia është bërë makth për të dyja palët dhe nuk është çudi që të shkohet te pazari i madh që mamuthët e korrupsionit të shpëtojnë veten.